lejo veten të shkëlqesh pa dëshirën për t'u parë në botën ku çdo gjë po bëhet më e dukshme dhe e ekspozuar, ku çdo veprim matet në numrin e pëlqimeve dhe komentet, një kërkesë e re dhe e thellë shpirtërore po lind. Të lejojmë veten të shkëlqejmë pa nevojën për t'u parë. Ky koncept mund të duket paradoksal për shumë njerëz, sidomos për ata që janë rritur në epokën e mediave sociale, ku fama, njohja dhe miratimi publik janë shpesh sinonime të vlerës personale, por le të ndalemi pak dhe të mendojmë. A mund të ekzistojë një shkëlqim që nuk kërkon vëmendje? Një dritë e brendshme që ndizet për ne, pa nevojën për t'u shfaqur në skenë? A mund të jetë e vërtetë që fuqia jonë më e madhe vjen kur heqim dorë nga dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes? 1. Kuptimi i vërtetë i shkëlqimit në kulturën tonë, shkëlqimi lidhet shumë shpesh me suksesin e jashtëm, famë, para, status. Por ky është vetëm një aspekt sipërfaqësor dhe shpesh i gënjeshtër. Shkëlqimi i vërtet është një ndjenjë e brendshme e plotësimit, e qetësisë dhe e lidhjes me vetveten. Shkëlqimi i brendshëm nuk kërkon drita skenike apo duartrokitje nga të tjerët. Ai buron nga besimi që kemi në vetvete, nga dashuria për atë që bëjmë dhe nga paqja që ndjejmë brenda. Është ajo flak që ndizet në momentet kur veprojmë në përputhje me vlerat tona, pavarësisht nëse dikush po na sheh apo jo. 2. Nevoja për t'u parë, një rrjet i padukshëm. Nëse shikojmë me kujdes, do të kuptojmë se shumë prej nesh janë të kapur nga një rrjet i padukshëm dëshirash dhe pritshmërish. Kërkesa për t'u parë është në thelb një nevojë njerëzore për miratim, dashuri dhe pranimin. Por kur kjo nevojë bëhet obsesive, ajo mund të na shndërrojë në sklav të opinionit të tjerëve. Ndonjëherë, ne e harrojmë kush jemi në të vërtetë dhe fillojmë të ndërtojmë një version të vetes, i cili është i përshtatshëm për tërhequr vëmendjen. Kjo shpesh sjell stres, ankth dhe ndjenja boshllëku, sepse nuk jemi më autentik. 3. Liria e brendshme si antidot. Liria e brendshme është çelësi që na çliron nga kjo varësi. Kur mësojmë të jemi të kënaqur me vetveten dhe të pranojmë se vlera jonë nuk matet nga sytë e të tjerëve, atëherë fillon shkëlqimi i vërtet. Liria e brendshme nuk do të thotë izolim apo indiferencë ndaj botës. Ajo do të thotë që ne zgjedhim vetë kur dhe si do të ndajmë energjinë dhe dritën tonë, pa u ndikuar nga frika e refuzimit apo mungesës së vëmendjes. 4. Reflektimi në jetën e përditshme. Në jetën e përditshme, kjo do të thotë të heqësh dorë nga nevoja për të treguar çdo sukses apo përvojë për të fituar pëlqime. Është të gjesh kënaqësi të vërtetë në punën që bëjmë dhe në marrëdhëniet që krijojmë, edhe kur nuk ka një publik që na vë re. Kur mësojmë të gëzojmë sukseset tona në heshtje dhe të qëndrojmë të qetë përballë kritikave, jemi duke ushqyer një lloj fuqie të brendshme që asnjëherë nuk shuhet nga vëmendja e jashtme. 5. Shembuj nga jeta e njerëzve që shkëlqejnë pa u parë, historitë e njerëzve që kanë arritur gjëra të mëdha, por që nuk kanë kërkuar famë apo njohje, janë të shumta dhe frymëzuese. Shumë artistë, shkencëtarë dhe humanitarë kanë lënë gjurmë të thella në botë duke punuar në heshtje dhe duke u fokusuar vetëm tek puna e tyre dhe vlera që ata sjellin. Ky model na mëson se shkëlqimi nuk është garë për vëmendje, por një rrugë e vetdijes dhe përkushtimit. 6. Mënyra për të ndërtuar këtë shkëlqim, të lejojmë veten të shkëlqejmë pa dëshirën për t'u parë, është një proces që kërkon durim dhe praktikë. Ndërgjegjësimi i motivimeve tona reale, pranimi i vetes me të mirat dhe të metat. Ndërtimi i vetbesimit të brendshëm përmes përvojave pozitive, kujdesi për veten fizikisht, emocionalisht dhe shpirtërisht, vendosja e kufive për të mbrojtur energjinë tonë nga ndikimet negative. 7. Përfundimi i pjesës së parë. Në këtë epokë të ekspozimit të pakufizuar, le të jemi të guximshëm të zgjedhim të shkëlqejmë në mënyrën tonë, në heshtje, me përkushtim dhe dashuri për veten. Kur nuk kërkojmë të jemi të parë, ne bëhemi të paprekshëm nga kritikat dhe gënjeshtrat e botës. Shkëlqimi ynë i vërtet është drita që nuk shuhet kurrë, sepse buron nga thellësia e shpirtit tonë. 8. Shkëlqimi autentik dhe rreziku i krijimit të imazheve të rreme. Në një botë ku imazhet dhe paraqitjet kanë marrë për masa kolosale, ku çdo moment i jetës shndërrohet në një postim, një story apo një video, rreziku më i madh është të humbasësh kontaktin me veten e vërtetë.
Kur shkëlqimi ynë varet nga sa shumë na shohin, ne mund të fillojmë të ndërtojmë një vetimazh të rreme, i cili është më shumë një maskë se sa pasqyrë e shpirtit. Kjo maskë, megjithatë, kërkon energji të madhe për të mbajtur në çdo moment. Për çdo ditë, përpiqemi të jemi më të bukur, më të suksesshëm, më të lumtur, jo sepse kjo është ajo që jemi, por sepse dëshirojmë miratimin e të tjerëve. Kjo lodhje shpirtërore shpesh përfundon në një ndjenjë boshllëku, sepse nuk jemi duke jetuar jetën tonë, por jetën që mendojmë se të tjerët presin prej nesh. Në kërkim të brendshëm të dritës së vërtetë, kur i heqim këto shtresa të jashtme dhe maskat, ne zbulojmë një gjë të thjeshtë, por të fuqishme. Drita jonë e brendshme është aty gjithmonë, duke pritur të lirohet. Por për ta parë dhe ndjerë atë, duhet të heqim dorë nga frika e mospranimit dhe të guxojmë të jemi të pafiltër, të vërtetë dhe të çliruar. Ky guxim është një nga aktet më të mëdha të rebelimit në një botë që kërkon përsosmëri të maskuar dhe rrëmuj imazhi. Ai na jep lirinë të krijojmë pa kufizime dhe të jetojmë pa frikë nga gjykimi i të tjerëve. 10. Perceptimi i vlerës son nga vetja, themeli i shkëlqimit. Një nga arsyet kryesore që njerëzit kërkojnë vëmendje dhe miratim nga të tjerët është mungesa e vetvlerësimit. Kur nuk e duam dhe respektojmë veten, kërkojmë të mbushim atë boshllëk nga jashtë, por shkëlqimi i vërtet nis me një marrëdhënie të fortë dhe të sinqertë me vetveten. Kur mësojmë të na pëlqejmë për atë që jemi, me të mirat dhe të metat tona, fillon një transformim i thellë. Në këtë proces, ne kuptojmë që vlera jonë nuk është e lidhur me sa shumë njerëz na vërejnë apo sa shumë sukses kemi në sytë e botës, por me përmbushjen që ndjejmë brenda vetes. 11. Roli i vetdijes në ndërtimin e shkëlqimit të brendshëm. Vetdia është drita që na ndriçon rrugën për të kuptuar se kush jemi realisht. Ajo na lejon të dallojmë mendimet tona nga emocionet, të njohim motivet tona të vërteta dhe të ndajmë atë që është reale nga ajo që është një pritshmëri sociale. Kur jemi të vetdijshëm, nuk lejojmë që nevojat e jashtme të na kontrollojnë. Ne jemi më të lirë të zgjedhim se kur, ku dhe si do të ndriçojmë, pa u bërë robër të pasqyrës së opinionit të tjerëve. 12. Është e vërtetë, shkëlqimi i vërtetë nuk kërkon spektakël. Në fakt, shumë herë, ata që shkëlqejnë më shumë nuk janë ata që bëjnë zhurmë më të madhe. Ata janë njerëzit që punojnë në heshtje, që mbajnë qëndrueshmëri dhe integritet, që janë të përkushtuar ndaj vlerave dhe vizionit të tyre. Ata nuk kanë nevojë të justifikojnë veten apo të bëjnë shfaqje për të treguar se kush janë. Shkëlqimi i tyre është si një dritë e qetë që përhap ngrohtësi dhe frymëzim pa u lodhur duke kërkuar vëmendje. 13. Liria nga presionet sociale dhe nga të duhet, të lejojmë veten të shkëlqejmë në heshtje do të thotë të heqim dorë nga shumë duhet të jashtme që na shtyjnë të veprojmë në mënyra që nuk janë në përputhje me ne. Në vend që të ndjekim trendet, ne zgjedhim të jemi autentik. Në vend që të kemi frikë nga dështimi apo gjykimi, ne e pranojmë atë si pjesë të rrugës sonë. Ky është një akt i madh lirie shpirtërore që na çon drejt një jetë më të plotë dhe më të vërtetë. 14. Përsosja e pavetdijshme dhe nevoja për të qenë perfekt. Shumë njerëz e lidhin shkëlqimin me përsosmëri, dhe kjo i bën ata të ndihen të mirë nëse nuk arrin atë standard. Kjo ide është e gabuar dhe shkatëruese. Shkëlqimi nuk është përsosmëri, por guximi për të qenë i papërsosur. Është pranimi i gabimeve, i dobësive dhe të gjithave që na bëjnë njerëz. Në fakt, shumë herë drita më e fuqishme vjen nga ajo që ne mendojmë si të metë, sepse aty ndodhet autenticiteti ynë më i pastër. 15. Ushqimi i shpirtit me qëllime të vërteta. Kur kemi qëllime të bazuara në vlera dhe në dashurinë për atë që bëjmë, jo për vëmendjen që marrim, çdo hap në rrugën tonë është një akt shkëlqimi. Ky ushqim i shpirtit na mban të fuqishëm dhe na bën të qëndrueshëm, edhe në momentet kur duket se askush nuk po na vë re. 16. Shkëlqimi si dhuratë për të tjerët. Kur lejojmë veten të shkëlqejmë pa dëshirën për t'u parë, ne në fakt bëhemi një burim energjie për të tjerët. Nuk është nevoja për të qenë yll në skenë që na bën të vlefshëm, por mënyra se si ndriçojmë në heshtje dhe ndikojmë pozitivisht në jetën e njerëzve rreth nesh. Shkëlqimi ynë bëhet një dhuratë që nuk kërkon falënderime apo mirënjohje. 17. Mënyra praktike për të ushtruar shkëlqimin e heshtur. Përqendrohu në përmirësimin e vetes çdo ditë,
pa u ndikuar nga krahasimet me të tjerët, mbaje qëndrimin tënd autentik edhe kur është i kundërt me opinionin publik. Ndërto marrëdhënie të sinqerta dhe të thella, ku mund të jesh vetvetja, mëso të thuash jo kur di që diçka nuk është në përputhje me vlerat e tua, gëzo çdo sukses, madje edhe ato të vogla, pa nevojën për ta ndarë menjëherë me të tjerët. 18. Shkëlqimi si një rrugëtim, jo si një destinacion. Shkëlqimi nuk është një pikë në horizont që duhet arritur. Ai është një mënyrë jetese dhe një zgjedhje që bëjmë çdo ditë. Është mënyra se si zgjedhim të jemi të sinqertë, të qëndrueshëm dhe të dashur me veten dhe të tjerët. Kjo rrugë është e mbushur me sfida, por edhe me gëzime të thella dhe paqe të vërtetë. 19. Për mbledhje dhe thirrje për veprim, në fund të këtij reflektimi, të kuptojmë se shkëlqimi ynë nuk është varur asnjëherë nga sytë e të tjerëve. Ai është një dritë që duhet të ndizet brenda nesh, pavarësisht kush po na vë re. Të guxosh të shkëlqesh pa dëshirën për t'u parë është një akt i vërtet kuraje dhe lirie. Kjo na jep paqen, vetvlerësimin dhe gëzimin e jetës në çdo moment. Le të fillojmë sot me një hap të vogël drejt shkëlqimit të heshtur dhe të lëmë që drita jon të ndriçojë botën nga brenda. 20. Shkëlqimi dhe qetësia e brendshme, lidhja e pashpjegueshme. Në një botë që luhatet në rrëmujën e vazhdueshme të ngjarjeve dhe lajmeve, shkëlqimi i vërtet lind nga qetësia e brendshme. Kjo qetësi nuk është mungesë aktiviteti apo ambicie, por një gjendje e vetdijes ku ne e njohim dhe pranojmë veten me të gjitha sfidat dhe befasi që na sjell jeta. Në këtë qetësi, ne nuk kemi nevojë të kërkojmë miratimin jashtë vetes, sepse jemi të lidhur me burimin e brendshëm të dritës sonë. Kjo është një shkëlqim i heshtur, i cili nuk bëhet bujë, por ndriçon gjithçka përreth me ngrohtësi dhe paqe. 21. Mësimet nga natyra, si të shkëlqejmë pa u dukur. Në natyrë, shumë gjëra shkëlqejnë në heshtje, pa u bërë të dukshme nga të gjithë. Një yll në qiell nuk kërkon vëmendje për të ndriçuar natën. Një lumë rrjedh me forcë, pa u ankuar për vëmendjen që merr. Ne mund të marrim mësim nga kjo qetësi natyrore. Të jemi si një yll apo lumë në jetën tonë, të fuqishëm, të pandalshëm, të sinqertë dhe pa nevojën për spektakël. 22. Shembuj nga jeta reale, njerëzit që shkëlqejnë pa u dukur. Shumë prej njerëzve më të suksesshëm dhe më të vlerësuar në histori kanë qenë ata që punonin në heshtje. Një artist që krijon pa kërkuar famë, një mësues që ndryshon jetë pa u shfaqur në skena të mëdha. Apo një prind që investon çdo ditë në dashurinë për familjen. Ata shkëlqejnë jo sepse i sheh gjithë bota, por sepse ndriçojnë me përkushtimin dhe dashurinë e tyre, duke krijuar ndikim të qëndrueshëm dhe të thellë. 23. Kultura e sotme e likeve dhe vëmendjes, një sfidë për shkëlqimin e vërtet. Në epokën e rrjeteve sociale, shumë herë shkëlqimi matet me numrin e pëlqimeve, ndarjeve dhe komentet që merr një postim. Kjo kulturë e vazhdueshme e vëmendjes shpesh bën që njerëzit të ndihen të pavlerë nëse nuk marrin miratim, por kjo vlerë artificiale është e pasigurt dhe kalimtare. Një like nuk mund të zëvendësojë dashurinë për veten dhe ndjenjen e plotësisë që vjen nga brenda. 24. Pranimi i vetes si themel i shkëlqimit të qëndrueshëm. Një nga sfidat më të mëdha në rrugën drejt shkëlqimit të heshtur është pranimi i plotë i vetes. Për të shkëlqyer pa dëshirën për t'u parë, duhet të pranojmë edhe pjesët tona më të errëta, dobësitë dhe gabimet. Pranimi i vetes është një akt i guximshëm që kërkon ndershmëri dhe dashuri të vërtetë. Vetëm atëherë mund të fillojmë të ndriçojmë nga brenda, pa pasur nevojë për reflektimin e sytë të tjerëve. 25. Shkëlqimi i heshtur dhe ndikimi i tij i përhapur, një dritë e vogël në errësirë, ka fuqinë të ndryshojë gjithçka. Në mënyrë të ngjashme, shkëlqimi ynë, edhe kur është i heshtur dhe i padukshëm, mund të ndikojë në jetët e njerëzve përreth. Kur ne jemi autentik dhe qëndrojmë besnik ndaj vetes, të tjerët ndjejnë këtë energji dhe shpesh inspirohen të bëjnë të njëjtën gjë. Ky ndikim i heshtur është më i fuqishëm dhe më i qëndrueshëm se sa çdo spektakël. 26. Sfida e pritshmërive sociale dhe si ti të i kalojmë ato. Presionet sociale për të qenë në qendër të vëmendjes janë të mëdha.
nga familja, shoqëria, mediat, na kërkohet të përputhemi me modele suksesi dhe të bëjmë zhurmë, por të shkëlqesh pa dëshirën për t'u parë do të thotë të heqësh dorë nga këto pritshmëri dhe të zgjedhësh rrugën tënde. Nuk është e lehtë, por është më e lirë dhe më autentike. 27. Praktika ditore për të kultivuar shkëlqimin e heshtur, meditimi dhe reflektimi i përditshëm për të qëndruar i lidhur me veten, shkrimi i ditarit për të përballuar emocionet dhe për të kuptuar më mirë vetveten. Ushtrimet e vetë dëgjimit dhe pranimit pa gjykim, vendosja e qëllimeve që burim vlerë brenda, jo miratim nga jashtë, praktikimi i mirënjohjes për momentet e vogla dhe progresin e bërë. 28. Shkëlqimi si akt shprese dhe motivimi, shkëlqimi ynë, edhe kur është i heshtur, është një akt shprese për veten dhe për botën. Ai tregon që është e mundur të jetosh në mënyrë autentike dhe të arrish pa pasur nevojë për spektakël. Në një botë shpesh të zymë dhe të trazuar, ky shkëlqim është një ngushëllim dhe frymëzim për të tjerët që të gjejnë dritën e tyre të brendshme. 29. Përfundim, një ftesë për të reflektuar dhe për të vepruar. Nëse do të mendojmë për momentin më të mirë kur kemi ndjerë që po shkëlqejmë, do të kuptojmë se nuk ka pasur nevojë që dikush të na shikojë. Ky shkëlqim ishte brenda nesh, i lirë dhe i fuqishëm. Le të ndalojmë së kërkuari vëmendjen e jashtme si një kusht për lumturinë dhe vetvlerësimin. Le të fillojmë të kultivojmë dritën e brendshme që na bën unik dhe të veçantë. Le të shkëlqejmë, jo për të na parë, por sepse kjo është mënyra jone e jetesës dhe të qenit njerëzor.